podcast një histori shumë të veçantë. Një vajzë që la Tiranën, erdhi në Angli, u bë nën dhe ndërtoi një biznes nga zero. Biznesi i saj po rritet dhe po hap deg të reja, por asgjë nuk ka qenë kaq e bukur dhe kaq e lehtë sa duket. Me një rrëfim të sinqert, Avën do i njihni përtej biznesit. Por askush nuk flet hapur se çfarë fshihet pas këtij përshkrimi të bukur, Ava. Po, është e vërtet, faleminderit për ftesën, jam shumë e lumtur që do ndaj eksperiencën time me juve. Ava, shumë faleminderit që je sot këtu me mua për të ndarë edhe ti eksperiencën tënde. A ke pasur në një moment kur erdhe në Londër dhe u zhvendose nga Shqipëria, a ke pasur në një moment kur mendove që bëre gabim pse ike nga Shqipëria? Nuk do ta quaja gabim, pasi çdo ndryshim i madh sjell edhe sfida të cilat ne na rrisin. Mua Londra më ka dhënë shumë. Më ka bërë të njoh më shumë veten time, forcën time, si edhe më ka dhënë mundësi të reja edhe për bizneset që neve jemi duke ndërtuar këtu. Pra, jeta ka qenë ajo që të ka mësuar se si ti të krijosh një biznes, apo studimet në ekonomi të kanë ndihmuar, kanë qenë baza që të kanë ndihmuar për hapjen e një biznesi? Mendoj që studimet në ekonomi më kanë dhënë një bazë të mirë të kuptuarit se si funksionon biznesi. Më ka mësuar se ç'është organizimi apo menaxhimi, por nga ana tjetër, praktika është ajo që është më thelbësorja dhe vetë biznesi mua më ka mësuar gjëra që unë nuk i kam lexuar as nëpër libra. Pra, për mendimin tim unë do thosha që është një gërshetim shumë i bukur i dijeve që marrim nga universiteti edhe praktika që ne zhvillojmë në biznes. Çfarë nga këto dije që ke marrë nga universiteti, çfarë të ka ndihmuar më shumë në punën tënde të përditshme sot? Mënyra se si mund të organizoj biznesin tim apo menaxhimi. Këto kanë qenë dy pikët kryesore që unë i kam mësuar nga universiteti. Si ka qenë jeta jote në Shqipëri dhe si ishte të rriteshe në Shqipëri si një vajzë me ëndra të mëdha? Je ndjer ndonjëherë ndryshe nga të tjerat? Kam pasur një jetë relativisht të mirë. Dëshirat e mia dhe ambicet e mia të mëdha, ndoshta këto më kanë bërë të ndihem pak më ndryshe. Cili ishte ai moment kur ti kuptove që duhet largoheshe për një jetë më të mirë dhe për të ndjekur këto ëndrat dhe për të përmbushur ambicien tënde? Ardhja ime këtu në Angli ka qenë totalisht spontane, mund të themi. Arsyeja kryesore pse unë kam ardhur këtu është bashkëshorti im. Pas bisedimeve të shumta që ne kishim me disë njëri tjetrit, vendosëm që ta ndërtonim jetën në Angli. Ndërkohë që ishe në Shqipëri, mendove në një moment që në këto bisedimet që bënin me bashkëshortin tënd, ku do jetonit në Shqipëri apo në Angli, e mendove ndonjëherë që nëse qëndroj në Shqipëri jeta ime nuk do ndryshoj kurrë? Jo, sepse duke njohur veten time, e di që do t'ja kisha krijuar mundësitë për të realizuar çdo ëndër që unë do kisha. Pra, nëse unë do të takoj aty në Tiranë sot, do ishim pak a shumë në të njëjtin situatë, në të njëjtin një vajzë, një grua tash me arrir, me familje, me biznes. Këtë po më po. Është vërtet. Kalojmë pak te emigrimi. Unë dua të cek pak pjesën që emigrimi sipas teje të bën më të fortë apo më të vetmuar? Në eksperiencën time, mua më ka bërë më të fortë. Ardhja këtu ka qenë një sistem i ri, një jetë e re, gjithçka e re për mua, por gjithmonë e kam marrë me shumë pozitivitet për të mësuar, për të ecur, për të munduar për të realizuar gjitha dëshirat që un kam. Të ka kaluar ndonjëherë në përmendje që të kthehesh në Shqipëri? Jo, asnjëherë. Asnjëherë, jam shumë e plotësuar këtu ku jam, me të gjitha mundësitë, me të gjitha gjërat që unë kam krijuar vetes time. Ndihem e plotësuar, nuk kam arsye pse. Çfarë do t'i thoje ti asaj vajzës 18 vjeçare në Tiranë që sapo filloi studimet, çfarë do t'i thoje sot? Do t'i thosha që do të artrokiste veten e vet, sepse ka ardhur ajo dita që të gjitha ato ambicjet apo dëshirat që ajo ka pasur kur ka qenë në atë moshë, tashmë i ka realizuar. Patjetër që e mira s'ka fund, por jam në rrugë të mirë. Patjetër që po. Kjo është pak po e sigurt që je në rrugë shumë të mirë. Biznesi po rritet dita ditës. Ju keni sa pika keni? Ne ndodhemi në Mill Hill, Honey Bakery në Mill Hill. Shumë shpejt për punë 2-3 javësh, ne do kemi edhe një njoftim se kur do hapet pika e dytë do bëjmë inaugurimin, do ndodhet një hapje e dytë në zonë të dytë do jetë. Okej. Dhe për këtë jemi shumë të lumtur dhe në dëshirat e mia, të them të drejtën, do ishte që të
të hapnim dhe më tepër, por hapja e radhës të jetë jashtë Anglisë. Jashtë Jam Anglisë. duke studiuar një treg në Spanjë. Në Spanjë. Në Spanjë. Pra do Kjo kemi do një Honey Bakery në Spanjë. Do kemi një Honey Bakery në Spanjë. Ju uroj shumë gjithë mirat. Faleminderit. Ti Ava je nën e një vajze 3 vjeç e gjysmë dhe dua të më ndash pak eksperiencën tënde si ka qenë, si është jesh nën këtu në Angli. Për mua të jesh nën në Angli ka qenë disi e lehtë, do thosha disi e lehtë për arsye sepse ndryshe nga shumë të tjerë, unë kam prindit e mi këtu, ata janë suporti im më i madh. Dhe në momentin që unë duhet kaloj një kohë të pacaktuar në biznesin tim, vajza ime kalon kohën me gjyshen, ose dhe me babain e saj, dhe për mua kjo të rriturit me gjyshër është gjëja më fantastike, pasi unë e kam provuar dhe vetë. Është një tjetër emocion dhe do doja që vajza ime kur të rritet të ketë këto kujtime së bashku me ta. Rritja me gjyshërit i bën fëmijët ndoshta më social, më të dashur, absolutisht po. Vërtet. Dashuria që gjyshët japin është pa kushte. Pa kushte. Cila ka qenë pjesa më e vështirë për ty si një nën dhe si ka qenë eksperjenca jote e lindjes? Do të veçoja momentin e lindjes së vajzës time, që ka qenë momenti më i mrekullueshëm, gjëja më e bukur që më ka ndodhur deri më sot në jetë. Por ajo që më vjen pak keq është sepse nuk e kam shijuar si gjitha nënat e tjera. Edhe kjo për arsye sepse Çfarë ka ndodhur? Vajza ime është prematur baby. Kur unë kam qenë shtatzan, për arsye se para pak muajsh kisha humbur një fëmijë tjetër, nuk më linte meraku dhe shkoja kontrollohesha shumë shpesh në spital, dhe një nga ato kontrollet që unë shkoja, që e ndjeja veten time që diçka nuk po shkonte siç duhej, doktorët na thonë që neve duhet ta sjellim vajzën në jetë. Nesër ti duhet ta lindësh vajzën tënde. Sa javëshe ishe kur e more vesh? 32 javëshe edhe 4 ditë. Patjetër si për mua dhe për bashkëshortin tim ka qenë një shok. Por që ishim të detyruar, e vendosëm që ta marrim si vendim të dy. Po çfarë ndodhi? Kishte ndonjë problem? Për çfarë arsye? Për disa arsye që doktorët shikojnë si zemra e vajzës apo pjesa ecuria nuk po ecte në ato ritme që duhet të ecte. Edhe e menduan më safe që ta sjellim në jetë se sa të vazhdoje që të qëndronte tek mua. Por të gjendur në një situatë të tillë, nuk kishim asnjë rrugë tjetër përveç se ta pranonim. Si ishte momenti kur lindi vajza? Ti u detyrove patjetër të bëje C-section, operacion? Po, është e vërtet, po. Ka qenë lindje e vështirë, ka qenë shumë e vështirë, po jo vetëm lindja, por edhe unë psikologjikisht kam qenë shumë e rënduar për atë fakt. Mbaj mend kur ajo ka ardhur në jetë, nuk e kam parë, se ka qenë shumë e vogël dhe e kanë marrë shumë shpejt për të bërë ato gjërat. Nuk ta kanë lejuar që ta mbajë? Jo, nuk e kanë mbajtur asnjë moment. Në atë moment jo. Kanë kaluar shumë shpejt për t'i bërë ato gjërat fillestare, nga që ishte shumë e vogël, ka lindur vetëm 1 kg 800 gram. Thjesht mbaj mend që kam thënë bashkëshortit tim që shkon pas vajzës. Edhe unë jam okay. Më pas të merja unë pak veten, që të shkoja ta shikoja, sepse ajo duhet kalonte një kohë të saktuar në inkubator, ishte shumë e vogël. Meraku im ka qenë shumë e madh me të drejtën. Meraku nuk isha njohur, nuk e kam pasur atë diturinë, dijen e dur për fëmijë që lindin para kohë, dhe kjo ma bënte edhe më të rëndë situatën. Ishte shumë ka qenë e merakosur, a do ishte çdo gjë në rregull? Meraku ka qenë me ty që në fillim të shtatzanisë, kur ti ke pas atë frikën nisur nga një abort që ke pasur përpara, dhe unë të kuptoj shumë mirë, ka qenë gjithkohës ajo frika jote se si do shkoj shtatzania, kontrolle, dhe kur çdo gjë po shkonte mirë, bum, u prit çdo gjë. Mëse e drejt. U gjendëm në një situatë të papërgatitur, dhe mbaj mend, e kam marrë, për fat mirë, unë e kam marrë veten shumë shpejt, edhe i kërkoj doktorëve që të shkoj vajzën bashkë me burrin tim.
edhe në momenti i parë ka qenë shumë e vogël, Ashtu. që në aton mund ta merr në dorë, por ajo ishte thjesht sa dora jon. Kjo ka qenë një gjë që mua më ka mbetë në mendjen time. Por kjo nuk ishte kjo pjesa dhe më e keqja. Më e keqja ishte se çdo nën vinte dhe do lindte fëmijën dhe do shkonte në shtëpi. Po. Për ne nuk ishte ashtu. Vajza jon duhet të rinte 1 muaj minimumi derisa të merrte peshën e duhur. Po. Dhe gjithkohon lutjet e nënës, gjithçka ka qenë që të uronim të shkonte më së miri. Si ke përjetuar pjesën kur shikoje që vajza lindnin edhe dilnin nga spitali, po ti ishe aty gjithkohës Ishte në merak? e kam përjetuar shumë keq. Për faktin sepse në momentin që nëna e merr në të tilla kushte që isha unë, në momentin që nëna e merrte veten, duhet ta lindte spitalin, të shkonte në shtëpi. E si mund të shkoja unë në shtëpi pa vajzën time? Kjo ishte pjesa më dramatike e asaj gjëje, përveç faktit të lindjes para kohe. Po, sepse ti nuk qëndroje më në spital, kam Jo. përshtypjen ti ikje në shtëpi dhe shkoje e vizitoje? Po, duhet të shkoja në shtëpi, do shkoja për shumë pak kohë, se patjetër nuk më mbante shtëpia. Patjetër që do isha non-stop ngjitur me vajzën time, ulur në një karige aty derisa për mua ishte pamundër që të ikja në shtëpi. Nuk mundesha, refuzoja që të ikja. Dhe nuk ishte moment që kërkoja qoftë edhe për një dhëmë për të ndonjë next to tek vajza, gjë që ishte pamundër, por unë do isha aty në karige, ngjitur me vajzën time. Sa kohë qëndroi? Ishte në inkubator? Inkubator, Sa kohë gati 1 muaj. Për faleminderit të Zot, gjithçka shkoi shumë mirë, se merak si nën kisha pafund, siç e thash, informacion nuk kisha se si do ishte fëmia im që lindi para kohe. Ajo Nuk është të kishte shkuar ndonjëherë në mendje? Asnjëherë. Asnjë nën nuk ishte përgatitur Asnjëherë. për Nuk isha e për përgatitur atë për atë që- gjë. Por jam faleminderit të Zot, ajo gëzon një super shëndet, është aq vajzë e mirë, e dashur, e edukuar, na fal dashuri Kjo është pafund. mrekullia e Zotit. Është një fëmijë që fal dashuri pafund. A je ti shumë protektive tani, sepse e lidh pak edhe me historinë time. Në momentin që kalon nuk them që nuk mund të akuzoj shumë, nuk mund të eth akuza. Dhe nuk mund të them që sepse secila nënë e përjeton ndryshe, secila vajzë e përjetoi ndryshe eksperiencën e saj të mëmësisë. Po unë kam qenë dhe jam shumë protektive ndaj djalit tim për shkak të gjithë historisë time që kam pasur. A je ti kaq protektive tani ndaj vajzës apo e lë pak më të lirë? Të them të drejtën jam, por ndonjëherë më duket sikur edhe babai, bashkëshorti im është edhe më tepër. Ka një lidhje të jashtëzakonshme. Ka një lidhje të jashtëzakonshme midis njëri tjetrit dhe unë e adhuroj. Po, S'ka gjë më të bukur. Lidhja e vajzës Ma kënaq shpirtin. Lidhja e vajzës me baballarët është E drejtë, e shumë drejtë. shumë e ngushtë. Pak më parë më përmende pak pjesën e abortit. Si e ke përjetuar? Unë fillimisht përgëzoj shumë që ti je kaq e hapur dhe kaq mendje hapur, le të themi, që flet për këto tema, sepse në mentalitetin ton ndoshta janë tabu që një vajzë të flasi për abortin, por duke folur për këto tema, ne japim kurajo, sepse i tregojmë vajzave tjera që nuk janë vetëm, ndodhin. Nuk mund ti cilësojmë, po nuk mundet që një vajzë, ne duhet të ndërgjegjësojmë, duke folur për këto tema duhet të ndërgjegjësojmë, edhe dikush që i dëgjon solidarizohet me këto. Ajo nuk mund ta marrë si çfarë po ndodh mua, fundi botës. Jo, nuk është fundi botës, ndodhin abortet tani, ndoshta me stilin e jetës nuk ka metoda shkencore, nuk ka kërkime shkencore që unë nuk jam kompetente për ta thënë, por kanë me ndryshimet e fundit që po ndodhin me stilin e jetës, ndodhin shumë. Kështu që unë të përgëzoj shumë që ti flet për këtë temë dhe do doja shumë të dija pak si ka qenë eksperjenca jote, sa javë e ke zbuluar dhe më pas. Ka qenë 3-4 javë. 3-4 javë. Ka ndodhur spontanisht. Nuk e kam pritur. Nuk e kam pritur thjesht për faktin që ishte fëmia i parë që neve prisni, ka qenë patjetër që unë e kam përjetuar shumë keq emocionalisht.
janë gjëra që të lënë ato gjurmët e veta, por ama jeta vazhdon. Po. Dhe tani kam Ke dashurinë time. A je ndjerë ndonjëherë në faj për shkak të punës, ndoshta nuk po i kushton kujdesin e duhur vajzës? Të them të drejtën, jo edhe aq, për faktin nëse do ndihesha në faj, do ndihesha vetëm për faktorin kohë. Po. Sa asnjë gjë tjetër Po, nuk për është, kohën, vetëm për flasim, kohën. po. Por këtë kohën që unë nuk jam me atë, ajo është ose E me mbush gjyshin, me gjyshin. ose me babain, kështu që unë jam ose e lumtur. A ke pasur në një moment kur ke menduar që të bësh një jetë më të thjeshtë, vetëm të jesh më shumë prezente për atë? Po, ka pasur momente edhe të tilla, momente që unë mund të kem qenë shumë e ngarkuar dhe kam dashur thjesht për qafoj vajzën dhe të rri në shtëpi, ta bëj pushim komplet atë ditën. Të ka thënë ndonjë gjë vajza për shembull që të ka trondit shumë në këtë mungesën tënde në shtëpi, si nën tim e thej që ajo kohën e mbush me gjyshërit po fëmijët janë shumë të sinqertë, janë shumë të çiltër dhe ndonjëherë thonë gjëra që ne na ngelin në mendje, ndoshta pa vetdijen e tyre. E drejtë. Në fakt ajo është goxha e vogël, por e vetmja gjë që në momentin që unë mungoj, e vetmja gjë që kërkon thjesht më çotë mami dhe ajo është shumë prezente dhe aty ku unë punoj. Nuk është Për shembull, unë mbaj mend nga motra ime kur lindi, vajzën e madhe, le të themi, e kishte 4-5 vjeçe dhe gjithkohës ajo kërkonte konfirmim, a më do ti mua, a jeti mami im, domethënë dhe këtë bënte motrën time të ndjej në faj sikur po e linte pas dore. Këto janë ato fjalë që të prekin shumë. Dhe shumë këtë doja, nëse ajo të ka thënë diçka që ty të ka ngelur. Jo. Deri tani. Deri tani jo. Thjesht më kërkon shumë shpesh, edhe në momentin që më kërkon do të të shohë. Do të më shohë dhe vjen, se ne shumë afër jetojmë. Kështu që kalojmë kohë. Si e kaloni kohën të dyja bashkë? Duke qenë se nuk jam shumë prezente, kohën që unë kaloj me të, mundohem ta kaloj kohë cilësore, bëj gjërat që asaj pëlqejnë. Çfarë aktivitetesh bën? Një nga gjërat që asaj pëlqen shumë është të gatuaj bashkë me mamin. Ashtu. Është shumë kurioze. Ta nxjerr në për soft play, ka shumë vajza ime ka udhëtuar që 4 muajsh e 5 muajsh dhe i ka shumë qef edhe ajo udhëtimet. Momentin që mami është shumë e ngarkuar te biznesi, së bashku marrim disa ditof edhe udhtojmë. Në vendet që i zgjedh mami, por që ajo i shijon bashkë me mami. Shiko, kur janë të vegjël, sepse dhe ne udhëtimin e parë me Kianin e kemi për 4 muaj, kemi ikur në Tenerife, dhe kur janë të vegjël, edhe ti e shijon më shumë. Patjetër. Unë e kam shijuar shumë personalisht pas lindjes, ka qenë ajo faza që ke dash relaksin. E drejtë. Dhe ti besoj ke shijuar? Pafund. Deri 2 vjeç e gjysmë mirë non stop me atë full time mami. A mund të jesh një nën shumë e mirë dhe një biznesmene shumë e mirë në njëjtin kohë? Pra, kjo balanca 50-50 ekziston tek ti? Po, balanca. Kjo është kryesorja dhe për mua. Të qenur një bizneswoman edhe në një të njëjtën kohë, në të dyja rastet kërkon shumë forcë, shumë dashuri dhe lumturi së bashku. Si e ke krijuar këtë balancën? Pra, sepse të krijosh balancën do të thotë që të lësh pas diçka për të bërë diçka tjetër. Është ai suporti që un kam. Okej. Kjo është ajo që unë e kam plus, si mund thuash. Është suporti që un kam në çdo moment për vajzën time dhe mundohem ta menaxhoj kohën sa më të përshtatshme me të. Kur them kohën, menaxhimi orareve të punës. Pra, ti menaxhon oraret e punës? Ka momente për të qenë prezente me të ose për të bërë një aktivitet që ajo ka dëshirë, para preferoj që të shkoj herët në mëngjes, të mbaroj ato punët e mia, se më mbrapa më vjen vllai im. Kështu që në këtë mënyrë e menaxhoj kohën me të. Ti përmend vllain. Biznesin e keni bashkë me vllain dhe si lindi ideja për një bakery dhe si është partneriteti jot me vllain? Vllai im ka qenë suportuesi më i madh. Dhe në këtë moment që po flasim bashkë, po më vin një mendim që kemi pasur ndër vite në familjen tonë. Prindët e mi ose mami im më saktë gjithmonë na thoshte, bashkimi bën fuqinë, por në kohën e gjimnazit apo në universitet, po më tepër të gjimnazit nuk e kam kuptuar dhe aq shumë, por na ka thënë aq shumë sa që na është zgulitur mirë në mendje. Dhe në të gjendur këtu në Angli të dy ambicioz,
Unë e pata këtë ide në bakerit, ai gjithmonë është suportues për mua dhe e vendosëm që të hapim bakerin së bashku. Po kush ishte ai momenti që ti mendove me vete që ky biznes mund të eci vërtet përpara? Duke menduar që të dy jemi shumë ambicioz dhe ai është shumë suportues për mua, e menduam përfundimisht që ky biznes do ecte. Gjatë rrugës tënde, a ka pas njerëz që kanë thënë që nuk doja dalësh? Mund të ketë pasur, por kanë qenë në eshtje. Nuk të kanë ardhur në Jo, vesh. përballë asnjëme. Në llojin e biznesit që ti drejton, është një biznes që ndoshta është pak i paragjykuar në mentalitetin ton shqiptar, mund të jetë i pazakont, po këtu është krejt i zakont. Sa e vështirë është më shumë e vështirë për një grua apo për një burr që të drejtojë një biznes tillë, sipas mendimit tënd? Për mua nuk ka qenë as pak e vështirë, të them drejtën. Ka Ashtu, qenë çdo gjë ka ardhur shumë ndjerë natyrshëm. këto- Nuk e kam ndjerë. Kur njerëzit shohin suksesin tënd sot dhe thon Ava ka arritur këtë, ka arritur atë, e të tjerë, çfarë fshihet pas historisë që ato nuk e shohin? Sepse është shumë e lehtë të gjykosh tjetrin ulur nga E drejtë, njerëzit shikojnë vetëm buzëqeshjen time, po, por ama sukseset sukseset e nuk shohin gjitha atë. këto, por ama nuk shikojnë atë për kushtimin edhe seriozitetin që un kam në punë. A ke pasur në një moment aq të lodhur sa ke qarë nga lodhja dhe ke thënë ke pas atë dëshirën e brendshme që nesër mos shkoj të hap, po prap ke marrë Asnjëherë. fuqinë edhe e ke hapur Asnjëherë. Honey Bakery nuk është vetëm biznesi im, por është një copë i shpirtit tim aty. Ashtu. Kështu që e pa mundur të ndodhi. Ti grua në biznes, je ndjer ndonjëherë në vlerësuar? As pak, asnjëherë. Në momentin që unë besoj që në momentin që ne japim maksimumin ton në çdo lloj drejtimi, nuk ka se si. Nëse gjithçka që ti ke ndërtuar sot me kaq sakrificë, me kaq mund do shembej nesër, do ta kishe atë forcën prapë për t'ja nisur nga zero? Patjetër që po, tashmë rrugën e di. E ke të shtruar. Informacionin e duhur do e kem, kështu që patjetër. Por që nuk ka se të ndodhi. Kjo është- Unë jam me mendimin në momentin që jep maksimumin tënd dhe shpirtin tënd për çdo lloj drejtimi, jo vetëm për biznes, nuk ka se si. Kjo është energjia që duam. Ai motivimi, çfarë do të thuash ti vajzave që janë të bllokuara, që duan të bëjnë diçka, por nuk e marrin atë guximin? Kush është një mesazh që do t'ju jepje? Se e lidhim shumë bukur dhe me këtë forcën që ti ke asnjëherë për të dorëzuar. Shumë e drejtë. Një mesazh që unë do puna më bën që të takoj shumë vajza, nëna që kanë mbështetje apo që nuk kanë mbështetje, që akoma rrisin fëmijët e tyre, janë atë fazën që duhet patjetër të qëndrojnë në shtëpi, por që janë edhe ato me shumë ambicie. Po. Kanë dëshirat e tyre dhe këtë do t'i thosha. Të mos heqin dorë asnjëherë nga dëshirat, nga ambiciet, t'i vendosin disa pika vetes tyre që në momentin e duhur të arrin që të realizojnë. Mos t'i kapi monotonia. E drejtë. Si e përkufizon ti suksesin tënd pas gjithë kësaj rruge? Për mua suksesi është të kesh guxim të fillosh diçka nga zemra dhe ta ndërtosh atë për çdo ditë. Është të zgjohesh herë, të përballesh me sfida dhe përsëri të mos heqësh dorë nga ëndra jote. Honey Bakery për mua nuk është thjesht një biznes, është një pjesë e shpirtit tim e cila është ndërtuar dhe krijuar me shumë sakrifica edhe me shumë dashuri. Nëse vajza jote do ta shifte këtë podcast pas disa vitesh, do dash t'i lej një mesazh shumë bukur. Do të thoja që nëse e shikon këtë podcast, dua të dish që ti je motivi më i rëndësishëm i jetës time dhe uroj që jeta të gjej të guximshme, të fortë edhe të lumtur. Mesazh më të bukur dhe emocionues nuk ka. Besoj se ajo do emocionohet shumë kur ta shohë. Ava, shumë faleminderit dhe këto emocionet e tua. Faleminderit shumë për ftesën. Shumë faleminderit që ishe këtu. Ju uroj gjitha të mira. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë dhe ju që na ndoqët.